asnjëherë për revistën time Trevull, këtu s'kam bërë asnjëherë reklam. Të përfitoj dhe unë nga rasti se mbase bëhem dhe influencer, ku i dihet. Kështu që tani, çfarë dohet të thoje? Vazhdo. Unë dohet të thoja këtë, pyetja ime që s'po marr përgjigjen është diplomimi i dijeve. Po pse duhet na certifikoj sistemi diplomën, ju lutem? Po mos flasësh fare sepse ke rrezik për mjekët e vërtet. Po ke mjek të vërtet me ato. Njën mendja tani ka mjek të vërtet. Po ti çfarë? Po na mori më qafë mjekësia e Facebookut. Po merrni në qafë njerëz, po vdisni njerëz. Ore po vdisni njerëz, më e kuptoni? Kush po i vdes? Ja, me këto citate që jo, e ke shumë gabim, edhe zgjohu të lutem se je gjumë thellë. Më vjen shumë keq, unë e zgjuar jam, shumë keq kafe nam, po më dëgjoj tani. Po pikërisht, edhe nuk mund të kesh shëndeti me atë lëngun e zi aty, sepse dëgjoni personel e sistemit. Super mo. Po për ju po. Një doktor nga klinika e profesor Mustafa Xhani dhe tha, Ornela duhet të vinë të bëjmë një emision ke Bardazia, sepse kjo mjekësi që po shfaqet në Facebook dhe në rrjetet sociale, përdorni këtë për të përdorni atë, po vdes njerëzit. Okej, ndaluat e Vetëm se po vdesin. Ka mjekësi e keni fjalën, konkretisht. Se ka shumë lloj mjekësi, sa që të kuptohemi. Do e bëjmë një debat tjetër. Nuk është simptomatik, nuk është kjo, sepse kjo është dogmë kjo mjekësi që kemi. Edhe hajde të flasim, më nxjini edhe një mjeku këtu, mjeku më të mirë të flasim. Se nuk është mjekësi e vërtetë, mjekësia simptomatike. E para, e dyta. Po kjo mjekësi, po çka kanë bërë njerëzit deri në 120 tash? Çfarë s'kish mjekësi? Po si do të dëgjohem unë kur flet ai? Për mjekësia. Nikola, për shembull, Nikola, na ke lënë ulemi jam e bindur, jam e bindur që asnjë fjali e jona nuk është dëgjuar. Lora, nuk dëgohet asgjë. Po na vrasin lamte revista. E lam ke diplomimi. Lamte revista. Më vjen keq edhe po doni një ftuar tek emisioni. Jo, me ligji po na vret. Që do bëhet shumë shpejt për mjekësinë alternative dhe mjekësinë. Megjithatë jesh në kohë sepse trupi ka aftësi rekuperuese të tjera. Po ç'të them, nuk të leja i flas. Diplomimi tani. Tani e ka vetëm Flora. Thoja, nuk jam. Do me thonë, jo domosdoshmërisht duhet diplomimi, do me thonë a i karton që të zonë diplom. Po në lërë mërë zotri të mbaroj. Unë jam për profilizim. Unë personalisht. Unë asgjë s'ka me diplom. O zotri të mbaroj pak. Edhe nuk më intereson pa çavur. Por e thotë s'ka diplom. Po jo, s'ka. Flora, lutem. Po. Pastaj Arseda. Unë kam mbaruar për para 20 vjetësh gjuhë letërsi. Po. Kisha dëshirë, pra të ndërroja të bëhesha ose shkrimtare ose gazetare. Do me thënë në fushën e gjuhë letërsisë. Jo domosdoshmërisht duhet mbarosh gazetari për të bërë gazetar, po mund t'jesh gjuhë letërsi, histori, shkencat filologjike. Tani, unë kam 21 vjet e më shumë që merrem me turizëm. Nuk isha e profilizuar në turizëm. E nisa si dëshirë, si mision e tjerë. Tani, unë kam 20 vjet që merrem me turizëm. Dhe bën revistë shumë të bukur. Dhe unë mund të flas me kompetenca për këtë, sepse kam 20 vjet që e njoh Shqipërinë. Po, ai tjetri klikon më shumë se ty. Nuk ka rëndësi, po dua në rregull, kaq pyetje kisha. Nuk ka rëndësi. Okej. Mua më ftojnë shpesh herë se tani, duke qenë, po themi fytyrë e njohur televizive, më ftoj për të dhënë mendime si Mamić, mendim ke për këtë, për prindërimin, për politikën e këtyre gjërave. Unë nuk i pranoj asnjëherë këto ftesa. Unë them, në qoftë se më ftoni të flas për turizmin, unë vi flas për turizmin. Ktu ke të drejtë. Ja, ky është vetë diplomimi pra. Unë nuk di të flas për mjekësinë, vetë diplomuar. Unë për shembull, Arseda, edhe një herë ke shtesë direkt. Jo, merre pastaj. Nesër pas nesër. Profesoresha, të bëhem, po them modelin tim. Unë jam modeli influencerit, unë jam modeli influencerit si pedagoge. Pra unë jam bërë influencer si pedagoge, jam bërë influencer me librin Dhimbja kërkon shenjtëri, me që dolëm të promovimit, tash do promovojmë dhe i çik gjëra tona, që kanë vlerë. I sa ti libër është ky? I parë. Kështu që jemi tek çësia që të bëjmë influencë nëpërmjet modeleve pozitive. Unë jam bërë e njohur, kam 500.000 viewers sot në faqen time të Instagramit, pa dëshirën për të qenë influencer dhe pa patur unë qëllimin për të shkuar tek influenca dhe kur vjen një nga ai është influenceri i vërtetë, që nuk ka qëllimin analiza politike dhe kam menduar që në fushën time të analizës politike nuk do isha kurrë influencer, edhe si pedagogis do isha kurrë influencer. Edhe çfarë më thon? Videot e tua bëhen virale. I thash nuk është qëllimi im.
nuk i kam parë kur se sa viewers marrin videot e mia. Po tani me ligjin e ri ndalosh vetë. Tani me ligjin e ri kam filluar të shoh se ç'a të bëjmë tani, domethënë. Por ideja është që ti kur nisesh për të mos influencuar, je influenca më e mirë, se kur nisesh për të influencuar, qëllimi jot është monetar. Dhe nëse ti synon, të marrë para nëpërmjet influencës, influenca jote nuk ka qëllime pozitive dhe nuk duhet të jetë justifikuar çdo gjë nëpërmjet vlerës monetare. Vlera monetare shkatron absolutisht çdo gjë. Edhe në marketing, me që është një fushë që unë e njoh, paragjykohen jashtëzakonisht shumë influencerat multitask. Do me thënë, sot ti reklamon modë, nesër reklamon udhëtimet, pas nesër shkon tek mjekësia, te spitali, tek klinika, estetike e me radhë. Mendoj, një fashion blogger mund të reklamoj veshje mode, pra industrinë e modës. Një, ku di unë, një doktoresh ose një ku di unë mund të reklamoj ose mund të flasë me kompetenca. Doktoresh ato, se s'na mjaftojnë gjithë ditën mjekët 24 orë janë. Ishte tha jo që je për doktori, po. Albano që ku gjatë se s'ka fol fare. Albano, po. Shiko, ka fusha të jetës për cilat mund të flasin të gjithë. Si vëndja. Për turizm. Shiko, a do të marrë shembull këtë zonjë dhe t'i bëj dhe një kompliment. Zonja merret me turizm, ka mbaruar për gjule tërsi. Shiko tani, njerëzit të bukur në natyrës e shikojnë, po jo gjithmonë din ta interpretojnë ose din ta përshkruajnë. Zonja, duke qenë e gjule tërsis, është artiste e fjalës. Dhe ajo, kur vjen turisti, përveç bukurisë që shikon, ajo i tregon dhe diçka tjetër. I tregon historinë që mund të ketë ai vend aty, ndonjë bëm të veçantë, ndonjë gjë të veçantë që ka, dhe midis pamjes edhe informacionit të dhënë me art, ai tjetri dashurohet me atë vend dhe vjen 2 herë, 3 herë. Dhe me që fjala ke diplomimi, e mora dhe një diplomë në menaxhim turizmi se më duhet. Jemi brenda. Natyrisht. Detyruar nga ligji. Ligji kinez i penalizon në kuptimin edhe i mbyll, por dhe i gjobit, në rast se produkti që ata shesin, në thonjza, nuk është i fushës së tyre të formimit. Pra ti mund të jesh një lojtar i shkëlqyer, por nuk mund të dalësh ti dhe ti thuash atyre 2 milion, 3 milion ndjekëse që kem mbrapa dhe që të duan për atë që je, që unë i kam gjunjë të forta se kam përdorur këtë kremin, sepse ti ke shkuar dhe i ke bërë një dëm ekonomik atyre. Shumë e vërtet. Kurse për atë që tha Ornela, që janë këta influencerat në TikTok, që përdorin një gjuhë skandaloze, por kanë ndjekës, sepse çuditërisht njerëzit e këto fjalë të pista i kanë qefti dëgjojnë ndonjëherë, po nga kurioziteti them unë, jo nga dëshira se duan të dëgjojnë. Kanë qenë ndaluara. Janë të ndaluara. Domethënë është gjithmonë edhe cigaria shkruan. Edhe cigaria shkruan që tymi dëmton shëndetin e bën këtë sjell këtë smundje, po prap njerëzit e pinë. Atë ta shpjegoj me një mini fragment filmi influencën e tij. Mbaruam, s'kemi kohë. Tani mund të them diçka, ju lutem. Se cili tek plaga e vet. Aman, mos na i kthej prapë ke mjekës. Zotri, jo të ta kthej, sepse vetëm po do bëjmë temë vete tani. Vetëm diçka. Të lutem, vetëm diçka duhet të them. Ka rregulla kjo shtëpi. Po të them diçka tani, të lutem. Të them diçka. Po do e kesh kohën për këtë temë. 75% të studimeve të kërkimeve mjekësore nga vetë sistemi mjekësor. Aha, mirë, në rregull. Nga vetë sistemi mjekësor është mbuluar në sekreti. Na je burimi që ta lexoj. Okej, shumë mirë. Lëre se kjo është temë tjetër. Tani, çdo të thotë kjo. Lëre tani se është temë tjetër, nuk do të. 75% e informacioneve nuk i shkojnë për shtatë kësaj lloj mjekësie që kemi. Atëherë. Edhe 2 zera që kemi që ti nxjerrin për faqe këto duam ti mbyllim. Po, shiko. Un jam kundër çdo lloj censure. Dhe ju lutem zgjohuni se në fushën e mjekësisë jemi në dogma. Do kesh emisionin për këtë temë. Edhe dogma çfarë është një thënë nga një institucion kompetent që ti nuk duhet as ta mendosh, jo me ta diskutosh. Atëherë, mesazhi i fundit. Këtë gjë jemi në mjekësi dhe këtë po promovojmë fatkeqësisht zotria i dakt edhe për kinezët. Hapet si Google dhe shikoj çfarë është. Flora, mesazhi i fundit, po. Mirë është. Kjo është dogma zotri. Të lutem, edhe në fushën e mjekësisë ne jemi live dhe duhet të respektojmë kohën e njëri tjetrit. Me dogma. Më vjen keq. Sa më shpejt të zgjohemi, aq më mirë. Mirë do ishte që secili le të jetë një influencer
në fushën e tij, pra në profesionin që ushtron, në pozicionin që ka marrë, pra aty ku është profilizuar, sepse aty edhe jep më të mirën e vet. Megjithatë, për fat keq, e keqja tërheq më shumë se e mira, dhe ajo që doja të thoja është që është vetëm një fjali. Një djalë që i kishin vrarë baban, i kishte hedhur nga ura live dhe policia në vend që ta shpëtonte, e la të ndodhte ngjarjen sepse u bë virale në media, në të gjitha televizionet atëherë. Dhe ai u bë kriminal dhe vriste njerëz diku në një bodrum dhe i thoshte jeta e këtij njeriu varet nga mos shikueshmëria juaj. Pra, mos e shikoni në YouTube, që ai të mos, do me thënë, niveli i acidit apo ku di unë rritet me rritjen e shikueshmërisë. Sa më pak ta shikoni, aq më shumë, aq më do ta shpëtoni, pra aq më pak përhapet. Dhe ajo rritej në mënyrë të frikshme shikueshmëria. Pra, e keqja tërheq më shumë se e mirë. Anti-regulator më i rëndësishëm i një shoqërie. Pa ligje kemi anarki, pa rregullim njerëzit nuk do të ndërgjegjësohen kurse jo të gjithë kanë ndërgjegjen morale për të qenë koshient për veprimet që bëjnë. Histori kemi, sa të duash, na mungojnë historit. Që t'jem në linjë me kolegët, ndikimi duhet jetë lidhur ngusht me dijen, por dhe me vetë dijen. Pra ti duhet jesh i vetëdijshëm për atë që thua. Edhe kjo është më e rëndësishme akoma. Patjetër. Ja, shikon. U pajtuan në fund. Shkojmë në publicitet, duke i lënë hapësirë. Ania, mund ta them që të pajtohemi në temat historike. Jo, se nuk hym tek etika që është baza. Pra, në fund, gjithë luftën e bëm dhe në fund dolëm që jemi në të njëjtin llogore. Tregoj një histori, njëri kishte ikur nga qyteti, kishte një 20 vjet kishte ikur dhe shkoi te qyteti vjetër. Dhe kur shkoi aty, u kthye, ishte i mërzitur, i tha i ati, çfarë ke që je mërzitur? Po çfarë, tha, shkova atje tek lagje vjetër, tha. Tha, ishte prishur, i shkatruar fare, tha, nuk çdo gjë kishte ndryshuar. Po çfarë kishte ndryshuar, tha? Po ja, tha, ke parasysh, tha, ka qenë ai lokali, tha, aty përballë, tha, që ne, tha, shkonim, pinim në një gotë vere, kënaqeshim, kalonim darkat. E kishim prishur. Aty përballë, tha, mban mend që ka qenë një farmaci, tha, e kishim prishur dhe ata, tha, po çaj kishim bërë, tha. Po ja, tha, aty ku ish bari, tha, kanë çuar farmacin, tha, aty ku ish farmacia kanë çuar barin, tha, lokalin. Edhe i tha baba, jore, tha, mos i ke rënë rrugës nga krau tjetër, ti, tha. Mirë, i rënë rrugës nga krau tjetër. Pra, jemi nga krah të ndryshme. Publicitet. Po jemi nga krah të ndryshme, shikojmë na këndvështrime ndryshme.